konsiderohet nga shumë si një ndër mbrojtësit më të mirë në historinë e futbollit. Ai ka qenë 4 herë pjesëmarrës në përvjetorin e UEFA Team of the Year, i treti vetëm prej Henry dhe Puyol, të cilët kanë nga 5 pjesëmarrje. Mirë që dashur, vijojmë programin Jo Vetëm Kafe, një intensitet të ftuarish dhe na vjen mirë që miq tanë janë të shumë, por ajo që do të prezantoj tani është mikeqe përjashtme e programit Jo Vetëm Kafe. Me këshillat e saj të jashtëzakonshme na bën që të tregojmë kujdes dhe të mbajmë trupin në formë. Është specialistja e dobësimit dietologja Anila Kalleshi, e cila sot do të na sjell një temë shumë interesante. Flasim pikërisht për fryrjen e barkut, ushqimet që na japin atë ndjesinë e fryrjes. Ne e diskutuam në fakt e preka për ciptas para një jave apo 2 javësh me Anilën. Ju uroj mirë se ardhin Anilës. Anila, mirë se na erdhe. Është një merak i të gjithëve në fakt, veçanërisht në një moshë të caktuar. Kur diku pas 35. Faleminderit, Anila. Diku pas 35 është shfaqet këtu fillon, pak më të çuditshme ndoshta. Një fryrje barku që nuk arrihet të kuptohet. Që ti se kupton arsyen pse? Janë shumë faktorë në fakt ata që çojnë në këtë fryrje të barkut, por gjithsesi estetikisht është shumë e rëndë, por pse jo ndihen njerëzit që vuajnë nga kjo gjë ndihen rënd, pasi brenda në stomak krijohen gaze të ndryshëm, të cilët mund shkaktojnë qoftë urthin, qoftë probleme me gromësirën apo probleme të tjera, të cilat mund të dalin nëpërmjet rektumit. Po. Nëse do të flasim për këtë lloj fryrje, nuk e di pse më shumë apo ndoshta un has më shumë tek bisedat femërore, le të themi, tek gjinia femërore këtë shqetësim. Nuk e di tani nëse meshkujt e kanë rreth 70% më tepër janë femra sesa meshkujt. Po. Kjo në fakt ka shumë faktor. Shumë shpesh jemi mësuar dhe gëlltitja e ajrit është aerofagjia, ajo që njihet tashmë, dhe pjesa më e madhe e fryrjes së barkut ndodh nga gëlltitja e ajrit. Shumë shpesh ndoshta njerëzit gabojnë në mënyrën kur konsumojnë ushqim, pasi ushqimin e shoqërojnë me ujë, duke menduar që do bëjnë një tretje më të mirë të ujit. Por sikur pim ujë, ashtu dhe kur konsumojmë ushqim, trupi thith ajër. Kur të dyja bëhen së bashku, kuptohet thithja e ajrit bëhet më e tepër dhe përzierja e tyre krijon këtë gromësirën ose krijimin e gazeve në organizëm, gjë që është vërtet e bezdishme dhe e rëndë për trupin e njeriut. Është vënë re që rreth 71% të personave që bëjnë vrap, dhe sidomos të atleteve, vuajnë nga barku i fryrë. Është çudi e madhe, pasi ato lëvizin shumë, njerëzit që bëjnë vrap që dobësohen, mos kenë atë shqetësimin. Pikërisht, në momente që ato bëjnë vrap, ato kanë një rritje të aktivitetit të tyre trupor dhe gjithashtu bëjnë një përthithje të madhe të ajrit në organizëm. Ka nevojë për oksigjen, kuptohet. Por ky ajër i madh që arrin të përthithen ato, arrin të akumulohet në stomak duke krijuar një fryrje dhe gaze të ndryshëm. Por, dakord, por nëse do të tregohesh të kujdesshëm në atë dietën tonë ushqimore, në produktet të cilat konsumojnë, cilat janë ato që na japin këtë shqetësim, apo nuk e kanë fajin produktet? Jo, në këtë moment po marr fryrjen e barkut nga ajri, nga ajri, e kuptoj. Pra kemi dhe këtë aspekt të fryrjes. Stresi është një tjetër problematik mjaft e madhe për krijimin e gazeve në organizëm, pasi njerëzit nuk arrin të çlirojnë. Në momentin që janë të stresuar, thithin më shumë ajër, marrin frymë më thellë. Duke marrë frymë më thellë, përsëri thithin ajra të tepër, të cilët krijojnë gaze në organizëm. Një pjesë tjetër e personave që vuajnë janë ato që konsumojnë shumë ilaçe. Ilaçet në fakt janë rreth 40 milion receta që jepen në vit për persona të ndryshëm dhe ilaçet përmbajnë dhe aditiv shtesë. Dhe në momentet kur ne jemi përpara një faze gripale ndoshta, shikojmë që marrim shurupa të ndryshëm për të zbutur ndoshta gjendjen e kollës dhe ekzistojnë 2 përbërës që janë shtesa të sheqerave të ndryshëm, që është sorbitoli dhe ksilitoli. Këta 2 përbërës janë shumë të dëmshëm dhe krijojnë këto gaze në organizëm, duke na krijuar një fryrje të menjëhershme dhe një problematik gjë që mund të sjellë qoftë me gromësimin apo me probleme të tjera për të nxjerrë jashtë.
Gjithashtu, shumë shpesh ne këshillojmë në dieta në fakt lëngun e portokallit dhe të mollës. Lëngu i portokallit dhe i mollës në fakt janë dy produkte të cilat përmbajnë fruktozë, por nuk përmbajnë shumë fibra. Fibrat janë shumë të mira për të konsumuar gjatë momenteve që dikush vuan nga problemet e fryrës së barkut. Ndaj, në momenti që ne konsumojmë portokallin apo mollën, dije që konsumojmë 2 fruta. Ose 3. Në një kohë kur nëse ne do e merrnim frutën e portokallit, do konsumonim një portokall dhe sasia e sheqerit nuk do ishte aq e madhe saç marrim kur konsumojmë një lëng portokalli apo lëng molle, dhe gjithashtu do kishim fibrat, ato që janë shumë të mira dhe bëjnë mjaft mirë për tretjen e ushqimit, gjithashtu për përthithjen e këtyre gazave që ndodhen në organizëm. Pra, kujdes me lëngun e portokallit dhe mollës, sidomos për personat që vuajnë nga fryrja e barkut. Një tjetër produkt, si frut nuk është problem, pasi kanë fibra dhe janë të mrekullueshme. Ato fijet e bardha që ne shikojmë janë shumë të mira për zorën. Madje mos i pastroni ato. Pikërisht, dhe janë shumë të mira për të bërë përthithjen e gazave në bark. Ndaj është shumë e mirë që të shmangen për personat që vuajnë nga një fryrë e barkut, shikojnë që ka një fryrë të barkut, të jenë të kujdesshëm, mos të konsumojnë lëngun e portokallit dhe të mollës. Një tjetër produkt është edhe qumshti. Shumë shpesh kemi parë njerëz që vuajnë nga njerëz apo konsumojnë qumësht, krijojnë vetë laktoza e qumshtit, krijojnë një fryrë në stomak. Por kjo gjë nuk ndodh me këta persona nëse konsumojnë kosin. Në fakt kosi ka sa enzima tretëse shumë të mira të laktozës së qumshtit, dhe në momentin që konsumohet në bark na krijon këto enzima përthithen gjithë gazet që shkakton laktoza e qumshtit. Pra, nëse zvendësohet qumshti me kosin, do ishte i mrekullueshëm. Shumë të tjerë kanë probleme me çimçakizin, janë të mësuar, kanë një varësi të tmerrshme dhe sidomos kur zgjidhet çimçakiz pa sheqer, edhe ai bën në momentin që ne e konsumojmë, sa herë ne gëlltisim, sa herë ne përtypim atë çimçakiz, aq herë përthithim ajër brenda në stomak. Nuk e di se kanë vënë re njerëzit që përdoren çimçakizin, paktën unë jam një person që se përdor, sepse mua më krijon një lloj stresi kur madje nuk e kontrolloj dhe veten, nëse mënyrën se si e konsumoj çamçakizin. Mos vallë krijon edhe një lloj stresi dhe ajo thithja e ajrit teksa përtypin çamçakëzin edhe na sjell edhe atë fryrën e barkut. Pikërisht, ajo është, domethënë persona që bashkojnë të dyja, stresi, ajri e përcaktuan më parë. Stresi në momentin që ti je stresuar, trupi kërkon të përthithë më tepër ajër, merr frymë thellësisht. Ndërsa në momentin kur stresi bashkohet me çimçakizin, përtypja bëhet më e shpejtë. Pra, nuk ke momente pushimi që ti ri dhe pushon, por përkundrazi, përtypja është më e shpejtë dhe duke sa më shpejt përtypet, aq më tepër thithim ajër në organizëm duke krijuar këtë fryrë të barkut apo të stomakut. Një tjetër problematikë janë të pijet me gaz, ato të cilat ne tashmë e dim që mendohet sikur bën një tretje të ushqimeve që ne konsumojmë, por nuk është e vërtetë, përkundrazi ne thithim dioksid karboni, i cili na shoqëron shumë shpesh gazra dhe gromësira pafund na jep në momentin që ne konsumojmë pijet me gaz. Duke i shtuar kështu dhe sheqerat e tepër që përmban që edhe sheqeri i tepër në organizëm shkakton fryrën e barkut dhe këto gazra në organizëm. Mila, folëm javës që kaloi për bishtajoret, për fasulet, për bishtajat dhe për vizelet. Dhe fasulet në momentin që konsumohen, jo për të gjithë, pasi tham që për disa ulçera janë shumë të mira, pasi ndihmojnë mjaft mirë dhe kurojnë mjaft mirë konsumimi i këtyre bishtajoreve, por që shumë shpesh kemi vënë re që në momentin që konsumohet, në fakt ka pak edhe mënyra e gatimit është shumë e rëndësishme, nëse zihet në fillim dhe derdhet uji i parë, do ishte shumë e mirë, pasi ato gazet e parë kanë dalë dhe iken me ujin e parë, është hapur, sepse të gjithë cipa fasulese në momentin që është hapur, është liruar sulfuri që përmban dhe është një po dhe hudra. Edhe hudra ka të njëjtën efekt, ndoshta krijon mjaft gaze në momentin që konsumohet. Gjithashtu, personat që konsumojnë duhan, edhe ato në momentin që thithin cigaren, edhe ato thithin shumë ajër dhe mund të shkaktohet përsëri fryrëria e barkut tek këta persona që konsumojnë duhan. Mund të shikosh që janë të dobët, por që kanë një fryrë të barkut. Po kështu, një tjetër kategori janë ato që mbajnë protezat e dhëmbët. Duke lëvizur ato shpesh, edhe ato krijojnë një fryrë të barkut në mënyrë jo të këndshme, por do thojë edhe gratë në periudhën e menopauzës ka një shfaqje të fryrës së barkut.
Këto janë pak a shumë ndoshta ushqimet apo problematikat që ndodhin. Por janë dhe problemet të tjera, kuptohet, zora e irrituar është një ndër faktorët ose një ndër sëmundjet ndoshta që shfaqet me fryrën e barkut, bëhet fjalë për mund të shfaqet në mënyra të ndryshme në fakt, në formën e kapstikut, në formën e diares, në formën e pra krijon shumë duke çluar shumë gaz në organizëm dhe duke na dhënë një fryrë të barkut të pakuptueshme ndoshta. Mirë, Nila, ne tham këto anët negative, por në fakt cilat janë ushqimet përveç frutit për shumë që ti përmende, portokallit, mollës, cilat janë ato produkte të tjera të cilat ne mund t'i konsumojmë dhe që nuk na japin këtë lloj ndjesie, përkundrazi bëjnë mirë, nuk na japin atë fryrjen e tepërt. Në fakt, në momentet kur ne kemi një fryrë të stomakut, është shumë e rëndësishme të konsumojmë dritrat integral, ato që ne e kemi cilësuar gjithmonë, pasi janë vërtet të shkëlqyera. Me kos më mirë. Okej, edhe me kos përsëri shumë mirë. Jo, shumë mirë, absolutisht shumë mirë. Sepse nga që thajmë qumshti? Po, është absolutisht një përzgjedhje ideale, por 2 deri në 3 porcione dritra integrale. Jo, kosti i frutave i gatshëm nuk përmban. Nuk është një ushqim i shëndetshëm, do thoja, pasi përmban shtesa, përmban gjyrosës, konservant, sheqera të tepërta dhe fruti nuk është i freskët, kuptohet. Më tepër janë ndoshta konservant dhe gjëra që janë të dëmshme për organizmin. Në momentin që kemi këtë lloj fryrje, mund të konsumojmë kos natyral së bashku me disa gram drithra integral. Do ishte një zgjedhje perfekte. Por do thoya 2-3 porcione drithra integral do ishin shumë të mirë për fibrat që ato përmbajnë, gjithashtu për vitaminat e mrekullueshme dhe bëjnë një përmirësim dhe një lehtësim të organeve të zorës, të sistemit tretës, duke e përmirësuar dhe duke nxjerrë të gjithë gazrat për jashta. Pra, fibrat e përftuara nga drithrat integrale janë shumë të mirë. Gjithashtu frutat dhe perimet janë produkte të shkëlqyera, tek frutat do thoja kompostot e tyre janë shumë të mira, ndihmojnë mjaft mirë, por pa sheqer. Me thënë të zihet fruti dhe lëngu i tyre të konsumohet i zier, do ishte shumë e mirë për të konsumuar, pasi ndihmon mjaft mirë në zbutjen e këtyre simptomeve, duke bërë të shfryrjen e barkut. Perimet, pastaj perimet jeshile janë të mrekullueshme, perimet në ngjyrë të kuqe janë të mrekullueshme, bëhet fjalë për karotën. Kujdes duhet kemi tek patatja, tek fasulet, tek bizelet, tek bishtajorët, pra duhet jemi të kujdesshëm, ndërsa perimet e tjera janë të mrekullueshme. Bëhet fjalë për kungullin, për domaten, për kastravecin, për karotën, për spinaqin dhe brokoli është një ndër produktet i cili mund të japi gazra në organizëm. Edhe brokoli. Mirë, këto janë disa nga lulelakra dhe këto janë ku ndodh më shumë kjo fryrjes së barkut, diku nga mesdita e tutje apo mund të jetë gjatë ditës? Jo, gjatë paradites normalisht trupi ka qenë në gjendje qetësie, sistemi i tretës ka funksionuar, ka tretur ushqimin e darkës dhe paraditja është në gjendje qetësie. Nga dreka, kur trupit janë shtuar përbërësit ushqimor, fillon të ndihet dhe diku nga mbasditja pastaj është kulmi i saj, duke arritur ndoshta një fryrje që vërtet është e bezdishme dhe pse jo mund të krijojë dhimbje, mund të krijojë konstipacion, dhimbje ndoshta në zor, pra janë probleme të tjera që shfaqen me këtë në këtë orar të ditës. Në këtë orar të ditës. Mirë, Anila, unë të falenderoj që ishe sot me ne në studio duke të thënë diçka dhe është shumë e rëndësishme për të konsumuar seleni. Seleni në këto qoftë për të marrë shtesë ose qoftë për të marrë nga produktet, pasi ndihmon mjaft mirë në krijimin e polipeve në zor, pra është shumë e mirë dhe mund të këshillohet 200 mikrogram të konsumohen në ditë, zinku 30 mg, vitamina A 6000 IU, vitamina C 180 mg dhe vitamina E 30 mg janë shumë të mira në rastin kur kemi simptoma të stomakut të fryrë. Bukur. Mirë, Anila, unë edhe një herë tjetër të falenderoj që je gjithmonë e gatshëm për të na sjellë këshilla ne këtu në studio, por edhe të shikuesve që na ndjekin nga ekrani televizionit shqiptar. Ditë të mbarë dhe miru takofshëm përsëri në Jo Vetëm Kafe. Kalojmë tek një tjetër material i cili vjen i përgatitur nga gazetari i ditës sotme dhe na sjell në vëmendje votimin e nxjerr vetëm para pak ditë është profesor Servet Plumbit, një libër i cili i përfshin të gjithë ata që janë në politik, por edhe ata që ndoshta nuk janë në politik. Flasim për etikokracinë. Etikokracia, refleksione mbi teorinë dhe praktikën e demokracisë, quhet kështu libri më i ri i filozofit dhe politikanit profesor Servet Plumbit. Ky libër ka disa